anomalit e nofullave dhe dhëmbëve. Kjo anomali shpesh kur drejtohen pacientët mendojnë që problemi jo vetëm të dhëmbët. Kjo anomali nuk ka shpesh të dhëmbët. Kjo është si më thonë, bashkë me anomalinë e nofullave. Kështu që na vjen një kombinim ose një bashkëpunim edhe me specialitete tjera, në veçanti me ortodontët, që të arrijmë një harmoni më të madhe. Ne dim që një harmoni e fytyrës, fytyra është një pamja parë, ajo aparenca parë në shoqëri dhe në zhvillime sociale që na zhvillohet pamja e fytyrës. Kjo është nëse na kemi një harmoni të mirë të fytyrës. Këtë harmoni të mirë të fytyrës zakonisht e bëjnë, për shembull nëse mollzat të jenë harmonike, una në harmoni, të jenë nofullat, po të nofullat është të këto anomalit, nëse në kjo anomali është nëse kemi një hark bukur të dhëmbëve, një raport mirë të nofullat, edhe personi me pak fjalë